Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë. Nëse vuani nga diabeti, mos i fusni në gojë këto 8 ushqime. Sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë një mori efektesh anësore dhe me kalimin e kohës mund të çojë edhe në diabet. Por ka disa mënyra për të menaxhuar nivelin e sheqerit në gjak dhe shmangja e disa ushqimeve është piknisja e shëndetshme. Sipas ekspertëve, një regjim ushqimor që përbëhet nga ushqime të pasur me fibër, karbohidrate të shëndetshme dhe të papërpunuara, peshk dhe yndyrna të shëndetshme, këshillohet për ata që vuajnë nga sheqeri i lartë në gjak. Për sa u përket ushqimeve që duhet të shmangen, këtu përfshihen ushqimet e pasur me sheqer të shtuar dhe karbohidrate të rafinuara. Në këtë video do ju njohim me listën e ushqimeve më të këqija, që këshillohet t'i mbani sa më larg nga dieta juaj për të mbajtur nën kontroll edhe problemet e luhatjes së sheqerit në gjak. Nëse doni që të shpëtoni nga diabeti dhe të mos vuani nga luhatjet të theksuara të sheqerit, mos i fusni në gojë këto ushqime sipas The Health Site. Ëmbëlsuesit natyral. Disa njerëz përpiqen të shmangin sheqerin e bardhë dhe kërkojnë diçka më natyrale si mjalti. Fatkeqësisht, edhe pse këto burime të sheqerit janë më të natyrshme se sheqeri i bardhë i rafinuar, ato mund të shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak. Pra në vend që të kërkoni mjalt ose alternativa të tjera, provoni një ëmbëlsues me 0 kalori. Ushqimet e skuqura. Ngrënia e ushqimeve të skuqura mund të shkaktojë rritje të niveleve të sheqerit në gjak. Këto lloj ushqime shpesh janë të mbushura me yndyra jo të mira për shkak të vajit që përdoren dhe mund të çojnë gjithashtu edhe në tepritje të problemeve të sheqerit në gjak. Ushqimi i skuqur mund të rrisë gjithashtu rrezikun e kolesterolit të lartë, shtimin në peshë dhe zhvillimin e diabetit të tipit 2. Edhe patatet mund të jenë të dëmshme për personat që vuajnë nga diabeti. Patatet mund të mos jenë ushqimi më i mirë për sheqerin në gjak. Megjithatë, ju nuk duhet i shmangni plotësisht këto ushqime, por preferohet që t'i kombinoni me disa ushqime të pasur me fibër dhe proteinë, të cilat ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak. Ushqimet e larta në yndyrë të pashëndetshme. Ato mund të ndikojnë në drejtpërsëdrejti në nivelet e sheqerit, pasi insulina është një hormon më i rëndësishëm për rregullimin e niveleve të glukozës në gjak. Kosi i frutave. Këto produkte që duhet t'i gjeni në raftin e marketit, edhe pse në duke të shëndetshme, në të vërtet përmbajnë sheqer dhe kanë të njëjtat vlera si një kos shtëpie, i cili mund t'i shtoni frutat tuaja të preferuar të stinës. Edhe lëngjet e frutave gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj. Fibra dietike ashtu dhe proteinat që ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak mund të gjenden edhe me shumicën e lëngjit të frutave. Për më tepër, shumë nga këto lëngje shiten ushqimore janë të pasur me karbohidrate të cilat do të rrisin edhe më shumë sheqerin e lartë në gjak. Në vend të kësaj, përdorni qumësht, kos ose edhe kefir dhe shtoni një burim të fibrave si frutat e freskëta ose të ngrira, plus disa arror dhe fara si ato chia dhe ato të lirit. Ju mund të shtoni edhe një lugë gjalp kikiriku ose plur proteinash për të mbajtur sheqerin në gjak edhe më të qëndrueshëm. Karbohidratet e përpunuara. Këtu përfshihet buka e bardhë, orizi i bardhë, patatet dhe ushqimet e lehta si patatinat e të tjera. Sidoqoftë, nuk keni nevojë të përshpejtoni plotësisht ato nga dieta juaj. Për të ulur ndikimin e tyre, kombinoni me ushqime të pasur me proteinë dhe me fibër. Drithrat me sheqer gjithashtu mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Disa drithra mund të jenë të larta në karbohidrate dhe u mungojnë në fibra dietike dhe proteinat, dy lëndë ushqyese që mbajnë sheqerin në gjak të qëndrueshëm dhe nën kontroll. Karamelet dhe ëmbëlsirat gjithashtu mund të kenë efekte negative për shëndetin tuaj. Fatkeqësisht, nëse sheqeri në gjak është i lartë, gjëja e fundit që duhet të bëni është të konsumoni një grusht me karamele. Pavarësisht se çfarë lloj karamelesh ose ëmbëlsirash zgjidhni, më mirë është që t'i shmangni ato, pasi do të ndikojnë gjithashtu negativisht edhe në shëndetin tuaj dhe do të krijojnë shqetësime të forta të luhatjeve të sheqerit në gjak. Rritja e papritur në nivelet të sheqerit në gjak mund të ndikojë lehtë se sa mendojnë shumica e njerëzve dhe shpesh shkaktohet nga zakonet e përditshme. Kur sheqeri në gjak rritet pas një vakti, mund të ketë një rënje të energjisë
një ndjenjë të shtuar të urijës dhe në fat, zhvillimin e rezistencës ndaj insulinës dhe problemeve metabolike. Mjeku tregon se mungesa e gjumit mund të jetë një shkaktar i luhatjeve të forta të sheqerit në gjak. Mungesa e gjumit mund të rrisë sheqerin në gjak duke ndërhyrë në afatin e trupit për të rregulluar në mënyrë efektive glukozën. Mungesa e gjumit zvogëlon ndjeshmërinë ndaj insulinës, gjë që e bën më të vështirë që qelizat të përgjigjen insulinës dhe rezultatet e niveleve mund të jenë sheqer i lartë në gjak. Anashkalimi i vakteve mund të jetë një tjetër arsye. Kur ne kalojmë një vakt, nivelet e sheqerit në gjak fillimisht mund të ulen dhe trupi më pas të lëshojë glukozën e ruajtur për kompensim të mungesës. Kjo shpesh shkakton lirimin e hormoneve të stresit si kortizoli, i cili mund të çojë në rritjen e sheqerit në gjak. Aktivitet fizik i pamjaftueshëm dhe konsumi i ushqimeve me indeks të lartë të glicemik janë faktorë të tjerë të cilët do të krijojnë çrregullime të theksuara të problemeve të sheqerit në gjak. Sheqeri i lartë në gjak, i njohur gjithashtu si hiperglicemia, zakonisht lidhet me diabetin dhe paradiabetin. Kur sheqeri në gjak është i lartë, por jo aq i lartë sa të etiketohet si diabet, edhe nëse nuk trajtohet mund të shfaqen probleme shumë serioze me shëndetin. Menaxhimi i sheqerit në gjak është çelësi për mirëqenien tuaj të përgjithshme dhe tani ka disa mënyra për ta mbajtur atë nën kontroll. Nëse sheqeri në gjak është shumë i ulët, mund t'ju duhet të rrisni burimin e glukozës në dietën tuaj ose mund të ketë një arsye pse trupi ka nevojë për më shumë energji. Nëse sheqeri në gjak është shumë i lartë, mund t'ju duhet të reduktoni burimin e sheqerit në dietën tuaj ose mund të keni një problem siç është rezistenca ndaj insulinës që pengon trupin tuaj të përdorë glukozën për energji, citon Shawn Merces, mjek i licencuar infermier në qendrën Mesotelioma, i cili ka mbi 15 vjet përvojë. Gjithashtu, me ndihmën e këtyre mënyrave mund të rregulloni sheqerin në gjak. Bëni ushtrime të rregullta. Për shkak se trupi juaj përdor glukozën për energji, stërvitja e rregullt është një mënyrë shumë e mirë për të mbajtur nivelet të shëndetshme të sheqerit në gjak. Aktivitete të tilla si ecja, ngritja e peshave, ciklizmi ose noti përdorin sheqerin për të gjeneruar energjinë e nevojshme në kontraktimin e muskujve. Këto aktivitete bëjnë trupin tuaj më të ndjeshëm ndaj insulinës. Rrisni marrjen e fibrave. Fibrat ngadalësojnë shkallën e përthithjes së sheqerit dhe tretjen e karbohidrateve. Kjo zvogëlon gjithashtu edhe rrezikun e rritjes së papritur të sheqerit në gjak pas një vakti. Rritja graduale e sheqerit në gjak i lejon trupit tuaj më shumë kohë për t'ju përgjigjur insulinës. Hani porcione më të vogla. Vaktet e mëdha prirën të shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak. Gjithashtu mund ta bëjnë më të vështirë për trupin tuaj të rregullojë nivelin e sheqerit në gjak pas një vakti. Pjesët të vogla promovojnë gjithashtu peshë më të shëndetshme dhe rezultojnë në reduktim të diabetit të tipit 2. Shkurtoni karbohidratet. Karbohidratet ndikojnë në sheqerin në gjak më shumë se shumica e ushqimeve të tjera dhe mund të ulin efektivitetin e insulinës. Ngrënia e shumë karbohidrateve e përmbyt gjakun tuaj në nivele të larta glukoze dhe mund të kufizojë aftësinë e trupit tuaj për të rikuperuar në nivele të shëndetshme të sheqerit në gjak. Përmbajtja e ulët e karbohidrateve zvogëlon rrezikun e rritjes së sheqerit në gjak dhe rezistencën ndaj insulinës. Shtoni ushqime probiotike në dietën tuaj. Probiotikët janë ushqime që nxisin rritjen e bakterieve të shëndetshme në sistemin tretës. Këto përmirësojnë gjithashtu rregullimin e sheqerit në gjak dhe mund të ulin edhe treguesit e rezistencës ndaj insulinës dhe prediabetit. Kërkoni mënyra për të shtuar ushqime të pasur me probiotik në dietën tuaj përmes kosit të drithrave ose lakrave turshi. Gjithashtu edhe kefiri është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë me do e mos në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.